Inspektorati i Prishtinës, Policia e Kosovës dhe inspektorët e Avukut në mëngjesin e së dielës zhvilluan aksion të përbashkët tek hapësirat e tregut të veturave, duke gjobitur 15 shitës ilegal të shpesve dhe baktive të vogla. Gjatë aksionit, autoritetet hasën në rezistencën e shitësve, të cilët fillimisht bllokuan rrugën me arsyetimin se me këndërhyrje po cënohet mbijetesa. Fermeri Recep Musliu tha se shet gror dhe asnjëherë nuk ka hedhur mbeturina. Yo kam dalë me shitë, katonari jam, bëj pa kohë rrugës kam. Kam 4 thos aty, nuk kam me shitë, nuk me shita. Ku më thua ta me shitën. Ditë pazare këtu, ku kam mbetorinë të paqesëm aty, ku të shoh të bokull të bosjem, familjen e moj me çet punë moj. Drejtori i inspektoratit Bekim Brestovci tha se kjo pjesë e hapësirës publike nuk është e destinuar për shitje të tilla. Këtu njëkohësisht është bërë edhe thirrje atyre, gjë që ka çuar natyrisht pastaj edhe në një pamje tepër të keqe, po edhe të një dukuri e cila mund të kishte pas edhe shpërndarje të infeksioneve të ndryshme. Kjo hapësirë tani tutje në asnjë formë, në asnjë mënyrë dhe në asnjë periudhë kohore më nuk do jetë destinuar për treg siç është përdorur deri më tani. Shefi i zyrës për informim në Avuk Muharrem Shahini shtoi se blerja e shpesve nga qytetarët në atë mënyrë është e dëmshme për shëndetin. Në mënyrën më brutale mund të them therrën, shiten, keq trajtohen në këtë pjesë, domethënë qytetit Prishtinës, me këtë rast na kemi marrë edhe këtë vendim. Si agjencion edhe si institucion i cili kujdeset për shëndetin e qytetarëve të Kosovës, i përket konsumimit të ushqimeve, mishrave dhe gjitha ushqimeve tjera që janë për konsum, atëherë na edhe kemi konstatuar që është e dëmshme për shëndetin. Tregu i veturave në Prishtinë organizohet të dielave dhe frekuentohet nga shumë qytetarë. Aty përpos automjeteve shiten shpes, kafshë temta, mjete pune, veshmbathje e shumë artikuj të tjerë, kryesisht të përdorur.